Tema e gjyqësorit dhe prokurorisë është e pranishme që në fillim të fushatës së partive politike. Kryeministri Mickoski në fjalimet e tij vazhdimisht thotë se bastioni i fundit i krimit të LSDM-s dhe BDI-s janë gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar. Për këtë, Mickoski foli edhe në mitingun e dieshëm në Strug, kur i kujtoi se pas zgjedhjeve do të merret, siç tha, me korrupsionin në këtë sektor. Од месечина се гледа дека последниот бастион на криминалот во државата стана судството и обвинителството, кое ги штитат СДСМ и ДУИ како бели мечки. Во судовите и обвинителствата главни се аргатите на СДСМ и ДУИ, и тоа е нивната задача да ги штитат. И со оваа корупција, за која што сега зборувам, имам намера посебно да се занимавам после локалните избори. Kryetari i opozitës LSDM Venko Filipçe nga fjalimi para qytetarëve të Shtipit tha se në nismat për reforma në gjyqësor nuk është bërë asgjë dhe se i vetmi qëllim është partizimi i tij nga ВМРО-DPMNE. Требаше да се донесат 12 закони годинава, не е донесен ниту еден, не е ниту поднесен во собранието. Се што сакаат е да го контролираат судството. Назначуваат своји роднини, своји пријатели, сопружници на градоначалници, на нивни коалицијски партнери, роднини, се со цел да имаат своји луѓе и да може да влијаат на судски процеси. Ништо повеќе не сакаат од тоа. За жал, повторно партизирана држава како во нивниот претходен мандат до 2017 година. Nga Këshilli Gjyqësor këto ditë reaguan për faktin se gjyqësori po përdoret në fushatat politike për zgjedhjet lokale. Ata theksojnë se gjyqtarët janë të pavarur dhe të pavarësuar dhe se çdo komentim nga jashtë konsiderohet si ndërhyrje në gjyqësor.